nuk është i leju. Po edhe? Drejta jo. Edhe pala tjetër kishon ndalu, ma ato vendos referi me delegatin. Tash referi me delegatin, ta kanë menduar që kanë pas frikë më shumë se që kanë pas nevojë, unë mendoj që ata do të konsiderojnë si mesazhe politike dhe janë të ndaluara. Do të thonë tash faktikisht bina deri te ajo pika që ne duhet me hek dorë prej simboleve tona, mi u përshtat kundërshtarit në mënyrë që ata mos me reagu e pastaj mos me hek. Unë kam një këndvështrim tjetër, ceka dhe mërë, unë jam i tharja asaj që me shty për te limitive, edhe nëse eventualisht është diskutabile, unë e kam shty sa kam qenë Federatën e Futbollit të Kosovës, çështjen e Shqiponjës. Kam pas pengesat e jashtëzakonshme nga vetë Federata e Futbollit të Kosovës mos më anku ndaj raportit të delegatit. Jo më anku me si kryenet, që kam thonë ose ma tërheq autorizimin ose unë kam anku ndaj kësaj. Dhe ka dalë ajo fituese. Shkalla 2 e UEFA-s e ka aprovuar ankesën time dhe ka thonë bërja Shqiponjës, çysh ka thonë delegati është simbol diskriminues, nuk është, edhe e ka u pajtu me argumentet tona. Kështu që edhe unë jam i tharja asaj që me shty edhe nëse eventualisht pala tjetër ose delegati kish konsideru na me shku për te asaj deri në kas, të ke fundit. Allora, kish ndodhur se këtu lojën të rezervë për shembull. Na dhe nesër, na dhe lojën Beograd, t'ja ke po Kreta jo. Po na dhe nesër nuk mundna me u paraqit me simbole të tjera. Na dhe nesër mu zhvillu prapë një ndeshje, prapë me të njëjtat simbole. Por na duhet me rregullu një herë për gjithmonë këtë punë. Ka mundësi me lënë na këtë punë, hajse ankohet gjyqtari ose ankohet kundërshtari, e hiqi simbolet, tani lojën tjetër hapet çiti simbolet. Na s'kena tjera simbole. Çysh m'ja bë, çaj punë. Për shto na duhet me ditë sakt edhe për atë punën i reagova profesorit nderuar. Jo, më pas ditë sakt FSHF-ja e kish qitë aty në atë rregull. Ajo është tema e përgjithshme ka pasur. Vish temën e përgjithshme. Punën e flamurit. As prova nuk e di se kjo çështje juridike tash, komplet çështje juridike. Ligji nuk i parashikon gjitha. Rregulloria nuk i parashikon gjitha eventet, gjitha ngjarjet, gjitha simbolet. Unë për vete, ky simbol është e vërtetë se zoti Lladosi është mendoj që ka salluar. Respekt, ligji sallastik. Po ja gazetura të kultivit për të kthyer në aspektin juridik është ligji sallastik. Me thjeshtësu kështu, është se varëse çysh din me interpretu, do të thonë Shqiponia deri para 2-3 muaje, bërja Shqiponjës ka qenë gjest diskriminues janë dënuar njerëz për ta. Po kam vendos me ekipin ligjor, me muan ku me çu deri në shkallë disiplinore të organi i shkallës 2 që janë më profesionista, ata kanë thënë prit pak se ka simbol diskriminues. Edhe ajo është vendos tash, ka me pas çaj rast kanë me marr krejt. Kush do që e bëj edhe publik ata. Njëjtë gjë kisha bërë edhe me simbolin e UÇK-s.